Ja kështu sikur se po më hapën mua. Cili do që tjetë i uroj fat. Këto urse që po i shifni të zbrasta për rreth meje shumë shpejt do të mbushen me asamblejës të ri, jo vetëm këtu, por gjithandej në të gjithë Kosovën. Radio Televizioni Fontona është për kujdes edhe kësaj radhe sikurse edhe tash me 20 vite më parë, që të ofroj mundësi dhe hapësirë të gjithë kandidatëve qoftë për asamble, qoftë për kryetarë të komunave, të ofroj hapësirën e tyre të dëshiruar me debatet të ndryshme televizive, ku do të shfaqen para qytetarëve të arriturat, të metat, dobësitë edhe çdo gjë tjetër që është me interes për qytetarë. Pas 4 vitësh ka ardhur momenti së vërtetës. Dhe të shohim përgjatë këtij mandati se cilat nga premtimet janë përmbushur e cilat kanë ngel vetëm fjalë. Për të na sjell para votuesve tuaj, nevojat tuaja, të qytetit tuaj, të fshatit tuaj, të këndit dhe vendit ku ju jetoni, për të shfaqur atë që ju mendoni që do të sjellni për votuesit tuaj, ju ftojmë në një emision televiziv, në një studio debati, i cili do të fillojë të mbahet vazhdimisht për çdo mbrëmje në Radio Televizionin Fontona. Në këtë studio të debatit, kandidatët do të ballafaqohen me qytetarët, me debatet edhe me kërkesat të tyre të drejtë për drejta për juve që do të jeni të përgjedhurit e tyre. Studio debatit nuk është vetëm një emision, është një tribunë e transparencës dhe llogaridhënies. Çdo mbrëmje nga hëna deri të premten në studio të Radio Televizionit Fontona. U rikthyem sërish në studion e debatit me mysafirën tonë, e kësaj radhe lirisht po themi edhe me mysafirën tuaj, sepse sonte është në cilësinë e mysafirës në studion e debatit Radio Televizionit Fontona, është kjo mikesha ju e çmuar, abetare sutaj. Jeni mësuar gjithmonë me përcjelljen në një format më ndryshe, me tema më ndryshe, me probleme më ndryshe. Në shumë çka tjetër, por ja që abetarja ka ndryshu 100%. E ka marrë formatin e një politikonje, e ka komunikimin tash më zyrtar, ka fillu me marrë atë qëndrimin. Se e zyrtare, nuk ka më ju thonë ta ha zemën, ju kom njësh, ku kom kështu, tash të të falë, a deshte diçka? A do të ndodhë kjo? Jo, sepse s'moj me dalë pi natyres teme që e kam që jam ndërtu kështu. Nuk moj. Tash realisht, para se me i përshëndet shikust, unë e kam që të komunikim me qytetarët kur të flasë me ta. Jo krejt që ashtu si kur në televizion, realisht, se mundet me u keq interpretuaj komunikim, kur takuash me dikon për herë parë dhe mi thonë ta ha zemrën është diqka, mundet me keq kuptu, ama realisht ajo qiltërsia, sinceriteti edhe ajo... Afria, ajo ndjesia. Po, për me afru pak edhe mos mu duk që është të komuniku me një person që del në televizor, ka qenë që kjo arsyeja. Sa unë kam shumë raste që më thojnë, jo përse në ashtë asë më folë, tash ju më dalë disa herë në televizor dhe ju dukna që ku me ditë. Je po arritshme. Po, jo me pa arritshme, ama jo. Njëjtën gjë e mëjnë edhe për juve. Po, këtu në ekran, në gazetari nëse s'arrit me kriju një raport të afërsie me shikuesit e vetë, ai nuk mund të ketë sukses. Shumë e vërtet. Edhe unë jemi bindur që ti këtë stil e ki bartë edhe gjatë kësaj kohe, sa ke qenë fushat. Po. Për shembull? Për shembull, kolegët tuja, që shë kanë prit këto. A pëse s'pe bëj unë si kjo? A mu e bëj, as muj, as di? Nuk din. Ato mund t'jenë sferat ndryshme 100 herë më përgadit nëse ti. Mi po kjo mënyra komunikimit. E vërtet. Me njerëz besoj që të kanë ndihmu shumë gjatë fushatë. Shumë. Edhe njetë edhe në fushatë. Për shembull, unë kom pas rast, kur kom hyrë në shtëpinë e dikujt, qoftë për takime bashkë me kryetarin e ekipën, po qoftë edhe vetë nëse kom shku, tash deri në atë pikë më kanë respektu sa që më kanë thonë mos u dath heq. Hinë mafë. Ashtu më kanë respektu, po unë nuk e kom bëhat dhe prem jo për diçka tjetër, po njerëzimi krejt, kur t'hesh, po normal, kur t'hesh në shtëpinë e dikujt do të mu dath, ju koftë mirë së ju gjetëm,
jo është një farë fjallori, një do fjali hyrë, se që janë kështu, edhe me respektu. Do me thonë, si miq që të kanë prit në shtëpi, si njerëz që ta kanë hapë derën në shtëpisë për me të pritë dhe me komuniku me ta. Na nuk u thamë mirë mroma hec, a betarja ka obligim me i thonë, se unë ju thash në pjesën e parë. Po. Unë e vish kom obligim me i thonë mirë se erdhe në studion e radio televizionit Fontona, edhe pyetja e parë do të ishte atë ka marrë molli më ullë këtë ullësën, këtë tavullin tomën që ta kesh përdorë gjatë kësaj fushate. Mirëmbrëma, përshëndetje për krejt dëgjues, shikues e radio televizionit Fontana, për krejt miqtë tonë, për gjithë bashkëdhetarët dhe qytetarët e komunës së Istogut, se keni keq përdorur, këtu krejt të hapësira janë tonat përbashkëta. Unë kështu do ta ndi veten ton jetën. Po du me i përshëndet, po ashtu edhe me ju falenderoj juve Bacizeq edhe gjithë stafit për hapësiren, për me realizu këtë intervistë sonte, dhe natyrisht për me tregu pak, jo shumë, veç pak këtë eksperiencën e fushatës, arsyen, qëllimin, e gjitha ato të kandidaturës time për asamblej. Po një ashtu po du edhe 2 herë me i përshëndet ma shumë, sepse jam gruaja e parë që po merr një intervistë këtu në studio debat. S'ke pas gra gjatë këtyre ditëve dhe javëve. Ja, asnjë vetë me smur guximin. Kështu që e kom nderin edhe kënaqësinë për me qenë sonte para gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të mi edhe ton, kur më pyete për koleget e mia. Ato e kanë ditë që unë jam qika që hapne dhe qika që qeltër. Në çdo takim, po menoj takim elektoral që e kemi pas të hapur, gjithmonë ma bëshin, del bërti e para. Del bërti e para. Do me thonë, prinë ati, dikush gjithë do të me prinë për takime edhe në për grumbull të njerëz dhe kështu, edhe unë me një herë e para, ju hisha krejt burrave dhe djemve që ishin dorë më dorë, ja vepsha dorën, kur i kthejsh ato për mas. Po jepja dorën. Si nusët e telit. Jepja dorën. Nuk ka rrjet ajo për voj letë. Kështu që kjo Stili komunikimit me njerëz nuk ka rrjet për i ditë e 2, për 2 javë. E vërtet. Du të me hek pak marrën, du të me hek atëfar, jo që shpodokën ajo ato komplekse tjera edhe me vazhdu. Me të prit qytetari që ashtu që shje. Qytetari nuk do me të malkërtu shumë rreth asaj çka o bo, çka nuk o bo në stog. Jo që ti nuk din, sepse ki qenë pjesë e gjitha këtyre promovimeve. E vërtet. Si në cilësinë e gazetarës. Qa do të thotë ndoshta din më mirë se sa gjysa e drejtorëve, drejtorateve, cilët nuk kanë pas fatin më konë pjesë edhe të përfshirë në për ato promovime. Ty ta ka botë mojsh me gazetaria, më konë për ato. Mirë po kërkesat e qytetarëve, qysh po i përballon ti? Qysh apo friguhesh, sepse s'ki përvoj. Në të qenit asamblejiste, daloj përgjëtësit prej atyhit e prej këtuhit, aty e përgjëtësit shumë matë mëdha, një kosishtin edhe kompetencat matë mëdha. Qysh po i përballon ato kërkesa, apo ftofësh, apo thunë ku, po i kurs po i bojmë këto? Jo, nuk po ftofna, po... Pëse është përgjëtësia jotja drejt për drejt. Po. Realisht, unë këtë punën e paraqitjes së kërkesave edhe shqetësimeve të qytetarëve, qoftë në kuvendin komunal në të ardhmen, qoftë edhe tek drejtoritë, tek zyra e kryetarit, realisht unë nuk kom ndru këtë stilin gazetaresk. Ashtu do t'jem edhe në kuvend Kosovë, në fakt kuvend të Po janë njëllë sholla, mandatin tjetër. Sepse të qenurit gazetare na ka mundësu që një problematik me zgjidh përmes paraqitjes së çatij problemi. Tash tjetër është që na në profesionin e gazetarisë e kem paraqit çka ka ndodh, edhe kush duhet me zgjidh çato, e tjetër që këtu e kom pak një barë më të madhe të përgjithësisë që vetë duhet unë me u interesu për një kanalizim që ju mungon filon familjes në fshatin Studonic për shembull. Do me thonë, unë jam personi si një urë lidhse në mes të familjes ose personave që ma kanë paraqit qatë kërkes edhe kuvendit komunal
edhe zyrës kryetarit nëse është nevoja për me paraqit që atë angesë. Unë realisht, ose kërkesë, unë realisht gjatë tyre javëve sa kem bo fushat, bashkë me ekipen, bashkë edhe me kryetarin, po edhe individualisht, kom has në shumë shqetësime edhe kërkesat qytetarëve. Realisht, nuk e kom ditë që pa dalë qashtu dhe me i po, nuk e kisha menu në jerë që kish me pas kërkesat të tilla. Na shta me panajt këtu si gazetare, na kishin thirrë dikush jo një shtyll e rrymës elektrike, diçka problem, jo një kanalizim, jo një kem problem me ujë që shepate atë dhe telefonatën. Për vrellën. Po, në vrellë më ka thirrë mu paraprakisht. Që ka qenë reagimi me një hershëm, po mas 4 muajve. Po, kështu që kom hasë shumë kërkesa, po kom hasë edhe në shumë fjalë të mira për krejt punët që janë kryer gjatë mandateve të kalume. Që kuptohet meritor janë ata të cilët kanë udhëheq, edhe ata të cilët u janë dalë në ndihmë me njëherë ose pak javë ose muaj më vonë qytetarëve që kanë pas kërkesat ndryshme. Para se me vazhdu më tutje intervistën, unë po du me shfrytëzu rastin, me që jemi në muajin tetor, siç e dini edhe ju vetë, edhe më takon, përderisa jam edhe vetë grua edhe përfaqësuese një grupi të grave, më takon për me i ftu të gjitha zonjat, të gjitha vajzat, nanat edhe gratë e komunës së Istogut që të vedisohen, të sensibilizohen edhe të ndërgjegjësohen për këtë sëmundje, pra për sëmundjen e kancerit të gjirit, që me të vërtet gjatë këtyre viteve të fundit jemi dëshmitarë edhe ne të gjithë që kjo sëmundje ka marrë një havë shumë të madh. E natyrisht jemi ne ata që përmes dhe gjatë këtij muaji realisht, po dhe gjatë gjithë vitit, grave t'u bëjmë thirrje që të bëjnë kontrolla sa më të shpeshta e grave të komunës të Istogut, të themi që këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare është mamografi, janë pajisjet, është Nuk e kisha stafi. pa ditë këtë fakt. Që ekziston mamografi, jo. E di që vike nga njëherë një mamograf mobil, po që është i përhershëm, se kom ditë edhe unë nikosisht i kisha inkuraju gratë. Po, definitivisht. Për qef. Ashtu. Për Sepse qef. parandalimi është shumë më i lehtë se shërimi. Kështu që unë po i bëj thirrja grave edhe po ju them që në qoftë se nuk e dini adresën, më shënoni mu, më telefononi edhe bashkë kemi me shku aty, se e di që dikush friksohet ose ka edhe prej atyne personave që veç një vizit pak të mjeku e kam pak ma problematike edhe nuk është bash e lehtë ajo kontroll, po për me parandalu ato duhet që me bo një kontroll. Kështu që qendra kryesore e mjekësisë familjare këtu në Istog është e pajisur me mamografe dhe gratë mund të shkojnë aty dhe të bëjnë kontrolle. Lul Selmona i po thotë vallahi betare për drejtoreshje. A ka diçka jo? Unë nuk kam hy në listë për me u bo drejtoresh. Nuk e kam kushtzu askën për këtë post. Mu më vlerëson qytetari, më vlerëson ekipa, më vlerëson kryetari në qoftë se veç unë e meritoj atë pozit, çfarë do drejtorie që është. Unë kam hy për me përfaqësu zonin e qytetarëve. Sidomos grave. Patjetër. Falë se nashta pak po t'ingëllon kështu, po e di që dhe ato e nin veten shumë ma shlirë, se gjithmonë kur tash që po marr pjesë në fakt në takime, veç ma kapin krahin pak kështu, nalë se po du me thonë qështu diçka. Kom prej aty në rasteve që më kanë preke dhe më kanë nalë, a ki me ma gjetë një protezë gjinit? A ki që shto me më një mu diçka? A mund është me një mu për një kërkesë në shëndetësi? A mund është kështu se e nin vetën ma të lirë? Nashta unë e din që nuk jam hala e kyçne dhe e involvume, inkuadrume në ato rjedha se si shkojnë, po e nin vetën shumë ma të lirë. Edhe normal, çka bëjone, e bëj muni edhe ma e lirë. E bëj që me ma morë numrin e telefonit edhe ajo me më tregu për çdo kërkesë që e ka. Lirshëm. Po,
Pa problem. Si me një familjare në vetën. E ndinë një sigurin këtë rast. Pa tjetër, po, kështu që, po dhe të tjerë që kam pas kërkesat ndryshme, kështu që nuk i kam hy kësaj gare për me siguru një drejtëri, jo. Definitivist jo. Urime dhe suksese mbretreshe e Stogut Dardone, abetare Sutaj. Vërtet je zeri i qytetarëve në të ardhmen e Stogut. Pra, qytetarë me ndoni mirë dhe voton e numrin 113 Ledeken dhe numrin 15 abetare Sutaj, po thot Sel Berisha. Shiha abetare Kishte të bime për mbëllës, besëm që kanë jarë po habit në kur përshkojnë si të bime. Pe lypi kamerën e mikrofonin. Po, më drejtu kamerës. Ta është ta tregoj edhe një histori, kjo është të bimi për mbëllës. Kjo është kanuni, edhe këto mërë me veti, edhe sfidum pak aty me bo për krahje për nanën e vetë. A është kjo shkelje drejt autëmive jo? Nuk e di, unë e kom postu vetëm në rrjetin ton Facebookun tim privat. Ashtu, kjo është familja. Tem printe mi, nona dhe baba jam, Silti falenderoj dhe i përshëndes shumë, përveç se më kam përkron këtë garë, këta e kam pas edhe një obligim shtesë që pas orës 16 me u kujdes për djalin. E di që jo kom lon keq gjatë këtij muaji, një mungesën teme, po ja që kjo është sakrificë për një të ardhme më të mirë edhe për familjen. Tash po ndërlidhe një histori me gjatë një tubimi elektoral që e patëm në Rakosh, ku atje është kandidat Abedin Haxhiaj, cilin e përshëndes shumë. Edhe aty ishin edhe me zërim televizioni Fontana, tash ishim shumë afër me pjesën kryetarin, drejtorin, Genca Demaj edhe me Abedinin tash. Unë për një moment dola në rolin e gazetares edhe ai po e provon mikrofonin dhe tha, abetare, am sjell edhe mu fat ky mikrofon. Qa bëj unë e qona mi anërish mikrofonit. Me njëhera instikti që po dënë që jetë të bë punën e gazetares edhe fillun me që ish krejt mosa. Pas ta e ula e në fund e relaksoj pak ato, se më pak që nuk unë iva bashmirë, në fund tha po më do këtë krejt lista Abedin abetare. Për ndryshe, i përshëndes edhe krejt kandidat tjerë që janë, me që jemi të Abedini për mos me jemi të hatri, edhe që të gjithve ju dëshiroj shumë fat edhe sukses. Besim Berisha, Islam Sedaj, Gentrit Hajdinaj, Kia Mehmetaj Nimonaj, Marigula Zekaj, Hasime Homzaj, Azem Blaka, Fitim Qeta, Bebi Bajraktaraj, Riza Gjaferaj, po abetare, gati sa ke thy rekord, po skrutarit. Po thua? Po përbes. Armend Musaj kryesisht janë besnik re Berisha. E ki parasysh besnikun? Avokati. Besnik Berisha, hopa. Besnik Berisha. Avdi Rugova, Avdia jonë. Përshëndetje. Lizguri thot përshëndetje Bacizjeq për tysje dhe për moderatorën abetare, Bacizjeq, dul fjale a jote që thëshe kur gjo më spitoft abetarja, ka me i hup një 7 kila abetare suksese e të prifte mbara. Që kjo setër është numër 38. Unë 38 kurs që më kanë. Për shkak gjatësisë dhe konstruktit të trupit që e kam. Edhe kilogramve. Kuptohet. Edhe kështu që parëmdo që kjo po mbjen knap kështu. Që ki fitu, s'ki pas nevoj me ble heq. Sa ki pas, 42, a? Ja, ka mezi që aty. 40. Kështu që përveç që kom hum kilogram fitness, veç kisha argju pare katëm fitness. Kështu që kjo ka qenë e mira e fushatës. Gjihad Shatri, Arsim Berisha, Muhamet Gusturonaj, Skënder Zekaj, përshëndetje Bacizjeq nga Frankfurti dhe suksese për abetaren. Mirjeta Krasniqi, suksese abetare. Faleminderit shumë. Fetije Thetahu Bekteshi, suksese abetare, e meriton. Jashardje Majuroj, suksese abetares, beru me mira e ledekes. Muhamet Kuja Zeqe Mehmeta, i përshëndetje nga rrethit Hamburgut e abetares, suksese. Pa dyshim Qëndresa Magjaraj,
abetare kryesisht Haki Gjoci, Po. Roma i Suksesa, abetare Selamia Azemi, këta janë pothuajse 90% dëgjues Po, ashtu. radio televizionit Fontona. Sot kanë thirrë, sot kanë kontaktu. A ke mujt mi u përgjegjë gjithve se njëherë mës mi u përgjegjë dikujt i më konë takim, nështë tu folë, si përgjigjesh thot që ty bene more votën Masi i teme. kanë qitë qëto foto njëherë, po i komentojmë a bën? Po, të të lutëm se Po i nuk i mrejta. komentojmë, jo s'ka problem, po i komentojmë pak qëto fotografi, jemi të familja Arifaj, të familja ime e parë. Të e para. Me e para, Jemi të familja Arifaj, ku ngrotësisht na kanë prit bashkë me kryetarin edhe drejtorin Genc Ademaj, na kanë prit edhe me të vërtet kemi kalu një mbrëmje të mrekullueshme, ku ishte ashtu agenda pak vonë, po ganin pedaloj që atje, netëm habitin. kogja gjatë. Për ndryshe, familja Arifaj nuk janë në numër të pakt, janë familje bajge e madhe. Andaj përkrahjen e fuqishme dhe shumë të madhe, qysh në ditët e para të shpalljes së kandidaturës time e komara dhe prej tyre, që i falenderoj shumë, këta janë të koncentruar pak këto vendas, po edhe bashkëdhetar. Edhe këto takimet me familje kanë qenë shumë pritura mirë prej masës. Prej njerëzve që na kanë hap derën edhe kanë shku aty, s'ka pas familje që kur jemi hyrë aty, tavolina, sofra e shtruar shumë mirë, disa na lutshin edhe për dreka, darka. Domethënë kjo pritje të bën me kuptu Të që shkurtu flok paka, jo valla. që tu i kitë njëjt ata? To frizere tash po bojnë gjithçka. Po bojnë. Kështu që këto pritje të ngrohta të familjeve të istogut me të vërtet kanë qenë shumë të mira. Këtu jemi te familja Haziraj në Caralluk, edhe kjo një familje shumë punëtore dhe shumë e madhe, ku na pritën një pjesë të ekipit të kryetarit edhe kryetarin me drejtorin shumë mirë, falenderojmë shumë. Edhe kështu kemi kalu me të vërtet gjatë kësaj fushate, me që jemi edhe 2 ditë ekipi, po kryesisht ka shku ajo pjesa më e madhe. Ky është takimi i parë që e kom marrë me disa gra të komunës tonë, kryesisht disa biznese individuale që kanë, disa që punojnë në institucione, gra në vise, gra të cilat kanë synim edhe kanë dashur me ditë se çka parasheh kryetari për to, programin 4 vjeçar, edhe kështu realisht me sonte është dikun takimi 315 i kryetarit. 300. Jemi dikun është një 50 e diçka, po kryetari deri tash ka arrit dikun rreth 315 ose më shumë takime me i realizu kështu, me qytetar, me familje, me tubime elektorale, me gjitha. Energji duhet më pas abetare edhe diçka që më ka rënë në sy në këtë fushë. Po, tash po kthehem te dëgjues. Shumë mirë e kam prit këtë kandidaturën teme, amo krejt që në konë me shpresë që ti keme qenë hala pjesë të radio televizionit Fontana. Të paktën me një emision, nëse ju e angazhu me 8 orë, aq sa kam punu 7-8 orë, po të paktën me një emision po. Edhe se u këmë këpu që ato shpresa. Edhe më thonë që po, vazhdoj me më thonë që po, në qoftë se ju emisionin hala nuk e di se qysh ka me vazhdu pas 12 torit, kështu që jalojmë pak kohës edhe pastaj menojmë për projekte të reja. Por gjithmonë duke mos u nal për me punu fort edhe për radio televizionin Fontana, sepse ja vlen. 2 gjona që i kom vrejt këtë fushat, njërën e kom pëntetsu vazhdimisht, ka qenë një fushat e qetë dhe shumë korekte, për dallim prej gjitha tjerave pas lufte, që kanë qenë shumë të elektrizuara. Kjo ka qenë e veçanta kësaj fushate që më ka pëlqy shumë, edhe prezenca e grave në për takime. Flasë për gratë, ambise. E vërtet. Se intelektualet e ato të arsimit e të komunës e... Ato po dihet. Po dihet, mirë po gratë ambise masovikisht kanë qenë përfshime Shumë e në për vërtet. gjitha tubimet në për gjitha partit.
Unë është një lloj emancipimi elektoral, sepse dhe ato i kanë drejtat po aq sa meshkujt. Edhe ajo don me kriju opinionin dhe bindjen e vet për secilin kandidat. Ka të drejtë. Jo me thonë burri hoqet vizitkartë dhe ose me shku me asistu për to. Ose me shku me asistu për to. Edhe ky element më ka bo përshtypje të jashtëzakonshme. Shumë e vërtet, unë kam një rast. Unë kam një rast kështu tamam që jam taku me një gru tha qyra betare që apo të thamë. A peshe qatë burë temin, mos ka me hinë kuti me mu. Thonë me shkru me lezu di, ajo i shumë e re se nona jeme. Me shkru me lezu di, tha une du me hinë kuti vetë. Edhe du tha vetë me votu. Njëherë tha mja qitë votën dikuj tha që dënë shpirti jam. Shumë e drejtë. Tha kështu që edhe e vërtet që në tubime ndryshme ka pas pjesëmarrje shumë të madhe të grave, të cilat si që e thatë edhe jo që e kanë si gru një vend pune, jo që janë marrëdhënie pune, që po thjesht rrinë shpe, besa mi bojnë punë shumë matë rana, e unë e menoj që kjo ka ndiku pak edhe prej elektoratit e krejt, po edhe prej shti programi. Foto! Sepse është para po gruaja në programin 4 vjeçar të kryetarit Ilir Ferati. Kjo është e fundit fotografie realizume në Gurakoc, në shkollën fillore, po, aty ku pak para se më ardhë këtu mbaj tubimi përmbyllës në një prej qendrave më të mëdha të Istogut në Gurakoc, edhe vendlindja e kryetarit Ilir Ferati, u pritëm shumë mirë, realisht ka pas edhe në pjesën e korridorit edhe jashtë, ishte prezent kuptohet edhe gjatë fushatës, një falenderim shkon edhe për deputet, të cilët kanë ardhur Armen Zema, Serbeze, Kabashi, Muçaj. Nuk është shkop Serbeze, interesant. Edhe Armendio ka qenë shumë aktiv, po sidomos. Pastaj edhe Shkëmbi, Hykmete Bajrami që ka qenë 2-3 herë. Kjo të bën më të fortë menoj, të bën më të fuqishëm. Edhe pse ata s'kanë vota këtu. Realisht, jo, po, për kryetarin edhe për lidhjen demokratike të Kosovës i bën pak më të fuqishëm prezenca aty. Negje Zoga, ju përshëndes shumë, Basizheqa, betare, zemër, numër 15, po thëtë Negje Zogaj. Në mes që aty. Kryesisht krejt janë dëgjues të Fontonës. Bajram Zeqiraj, nuk është që di, unë e prej qëtuit kom dalë. Dhe më thonë, unë jam prodhemi qëtuit. Na duhet të presim tash, sa ata do t'jenë korrekt me këtë mbështetje tonën kështu, verbale, sa do t'jetë edhe praktike. Mirë ki. Se nuk o mirë, me ta majtë zhagun, valla m'dull një lake, valla. Jo për ndonjë arsye tjetër, po thjesht duhet edhe në këtë aspekt mu emancipu njerëzit, edhe mësë mja bo qepin se cilit kandidat, po me i thonë më falë. Unë e besoj që edhe ju e përjetoni ma letë edhe ma korekt, sepse në vend ti i bje vija, ti e kërkon një vot diku tjetër. Nuk e logarit, ti e din. Po e hek për liste. Ti unë nga përvoja, po e flasht të kura kom pas egzonin. 4.000 vota mu ka lejmë rushi ka me i marë. Kërë erë thësapi, me të shtyme më nëzihini. Nuk ka korekt ashtu. Si tuj një, që ki bërç, unë vazhdimisht e përsëris vota është për caktim shpirtënor. Në vërtet. Edhe nuk ka kesh më thonë më falë, po nuk muj. Jo me bindun që dhe kandidati njët shumë a mirë. Edhe njët shumë a i letësum, edhe shumë a i qetë se qatë vot e kërkan dikun tjetër. Për me e... Leotrim Maksutaj, Besim Avdylaj, Jeta Sutaj Ademaj, Valdet V. Shala, Jashtoksori, Romaj, po të kisha ta drejtën e votimit, kisha votu para betarën, këj me siguri është ndoj komune tjetër. Po edhe kësi mu kanë lajmëru shumë. Valdet V. Shala, po të suksesa betare. Ata kanë letë. Ata kanë letë në të lajmëru se më bo dhe be. Po vala, shlirë kështë dhe më bo be. Trimre shia betare, po thot Fatmira Kshira Sokuli, Hasime Homzaj, edhe unë vallahi me gjithë zemër, po,
Qëre, kush e ka me gjithë zemër hasime, e që s'mundet me votu abetaren, Ja bon. ka obligim me ja bo një vot. Më thonë që tyben, ja dhash një vot. Që kur një mësafer që e patëm nonën tjetër studios, kur e pava abetaren, nuk ishte informum. Njeri jeton jashtë, nuk din, Po. nuk on rjedha, si intereson, ka jetën e vetë atje. Kur e diti, tha, qka ka bot më rëkështu, qka abetarja, nuk thash është qështu. Ma ta një vizitkard, tha, po në s'kom obligim da i kërkuj, asë që më ka bo sap kush, asë më ka konë kush ndi, qështu bohën votat. Edhe që tu të majnë gjallë. Që tu të majnë gjallë. Qështu, Valdet Ademaj, Fazli Belaj, Qëndresa Zë Hysenaj, Sami Hajzeraj, Aljosh Zëqiraj, Orges Ukela, Suksesa abetare, votoni abetaren për asambleiste, Ruki Curaj, përshëndetje për ty Basizeq, po ashtu edhe për abetaren, Besa Kuqi, Hajrizaj, përshëndetje për ty zeq stafin e Fontonës abetares, i ka hije për kryetare, së është e Zoja, suksese. I ka hije për kryetare të forumit grus. As ato. Ja, po. Ja. Ja. Afrim Salijaj. Shkojmë step by step. Step by step. Afrim Salijaj, Mimroma Basizeq, abetares suksese. Feris Bajraktari, përshëndetje, Elies Hoxha, Bajram Salijaj, Eduard Bosdaraj, e pash bre dikun Zymer Selmonin, të uroj suksese dhe fitore, po miku. Omer Zuko, Dorata Berisha. Mas nga ka bona i pyetje Zymeri. Ha? Mas nga ka bona i pyetje Zymeri. Shumë fatabetares, Albina Mehmetukaj, E përshëndet shumë Albina. Saliroma Noli Show, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Noli Show, Po një televizion, apo? sesioni gjuhës Shqipe, televizion shtetëror, New York atje. Përshëndetje për thot për juve dhe abetaren nga Noli TV, New York. Faleminderit shumë. Këta më kanë mirë prit kur kom qenë në Amerikë atje dhe më vjen keq që për shkak të kohës nuk kom mujtë më shku me dhonë një intervistë. Se Po, ke qenë në zonën. Driton Mehmeta, ja dhe Shatri, Urim Regjaj, pastaj Haradin Gashi, respekt për ju dyve, Mahije Hajzera Jarifaj, suksesa abetare, Hajra Braha, përshëndetje rretëve Fontona Basizeq, përshëndetje abetarja jonë, Ledeke 1315, e meriton gjithmonë e ka përkrahjen abetarja jonë. Sadat Kajtazaj, Basizeq, iku. Së nëzinen heq. Qa ush Mehmetukaj suksesa abetare, ku që kysh qa ush Mehmetukaj qa ka vota shumë. Apo? Këta janë 50 antarë, familje, edhe këtyne s'ki nevoj. Në Radini Mera i përshëndetje Zëqir Mehmeta, ja abetarën suksese, për një pyetje për ty, a je pro abetarës, iku. Në dhe më s'pëgjoj që tu, po, fol dhe i sa të gjoj. Po, me që... Din Zëqira i për thot mirë mroma dhe përshëndetje, një përshëndetje për abetarën dhe juroj fitore, në këtu zjedhe dhe fitoren e ka të sigurt, të din Zëqira i cili ka artë 5 vitre më votu. Daja jetë. Pas e që kryetari ka qenë në interviste, ka shpalos programin dhe krejt ato pyetje që i keni pas për to, edhe ju edhe qytetarët edhe shikues, realisht unë s'kisha për me undalë të programi, po përveç se me thonë, Basizeq që ky program, përveç të tjera, është marifet. Për mu shprej tamam kështu në zhargonin popullor, është marifet në atë kuptimin një të printimit. Se Niva që... Përgatitës teknike. Niva do që po kishin problem me printu letra e pju duken shtrejt e lirë, zdi pësëzor këtu të mesharje, ka shpas Po, pak më vëllaj, letë. falja u kisha bo. Po, tybe. Po, vëllaj. Po, është marifet sepse e prek çdo shtresë dhe kategori të qytetarit. Prej fëmija kur lind, mosha kur lind do me thonë, e deri tek mosha e tretë tek të moshuarit. Duke mos i përjashtu edhe nanat, nanat lehona, nanat vetushqyse, pastaj me vazhdu të trit, e gjitha ato definitivisht është marifet me marrë, me lexu edhe me votu programin.
me votu programi se çka ka me u bo për 4 vitet e ardhshme. Mirë se vjen në studio në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në thot Nuli Show. Inshallah do zoti vi. Nëse vi herë tjera, do të vi për një të ponë. Nër 3 javë nuk kërimo. Në Amerikë s'ja vlen realisht me shku me nejt një javë, po me nejt ma gjatë. Ja, nuk vlejtë. 3 mademaj, përshëndetje për ju. Pyetje për kandidatën për asamble nga Lidhja Demokratike. Cilat fshatrat Podgurit të Stogut gjatë kësaj fushate ishin më të zeshmet për kërkesat e tyre dhe problematikat që ata i prekupojnë. Dhe pyetja numër 2, në zgjedhje tjera lokale, ju Bacizeq e shihni veten në listën për asamble komunale. Pyetjen e dytë nuk kam nevojë mu përgjigj, në pyetjen e parë, pra, Pse s'ki nevojë më përgjigj? gjatë kësaj fushate, cilat fshatrat Podgurit të Stogut gjatë kësaj fushate ishin më të zeshmet për kërkesat e tyre. Nuk ka pas që me thonë valla Kaliqani, kjo është kërkesa ma shumë se Rakoshi për shembull. Ose Caraluka pat kërkesa ma shumë. Realisht fokus ma shumë të kërkesave kanë qenë kur kemi qenë në për familje. Jo në tubimet të mëdha, po kur kemi shku në familje, sepse aty e ka një edhe vetën pak ma të lirë. Se dikush me marë fjallën në mas, menon që po paragjykohet edhe pastaj jo pse e the, që është ma mirë me pa thonë mi shku në zyre e tjere e tjere. Kështu që kur i kemi marrë takimet familjare, kryesisht ka pas kërkesa, po nuk moj për ato që ka marrë pjesë është fjale, dikun rreth ma shumë se 50 takime, nuk ka pas fokus me thonë një fshat, ka pas kërkesa ma shumë se që ky fshati tjetër. Kryesisht kërkesat janë të koncentruara në infrastrukturë, janë të koncentruara në vendet reja të punës, janë të koncentruara deri dikun edhe në shëndetësi, po edhe në fushat të tjera. Kryesisht janë këtu. Për shembull ato fshatrat e Mivat që është çaj problemi ujit që... Ajo është... Po, Hysni Muzlijaj, po thot Bacizeq ty du më të dhonë votën për abetaren. Sa kush ka bo kështu, nuk është veçaj. Edhe një votë e fitove. Faleminderit shumë, po realisht ka pas shumë prej atyne që... Abetare urime pas shfat në këtë rrugtim të ri, Mustaf Rugova. Faleminderit shumë. Shtihoni. Pasi Mustaf. Që shpo kaloni me të mirë? Tuja betarës Aulion të po thot për Ilirin edhe për abetarën s'ka nevoj reklama se e kanë fitoren pa arë zgjedhjet hiq. Jo, valla, do të shumë punë. Jo, shazëtë. Do të shumë punë Aulant edhe për krejt ata që menojnë sepse Bacizeq kom pas prej aty në komenteve s'pjadh dhe votën se kjo bën vota bë. E ja, s'ka lidhje. Jo. Nuk qëndron kjo as pak. Ja. Çdo takim që e kom pas me qytetarët që kom thonë, unë fitoj në qoftë se ti kime ma dhonë votën, ose ju dhe familja ju i kanë me më votu mu. E kam pa të arsyeshme për me më votu, kanë me më votu mu. Nuk muna unë me fitu të nejtë kamën mi kam, edhe të thonë hajtë se mu një qytetari i Stogut edhe ka me ma dhonë votën, ose e ka obligim, asë një herë. Asë një herë së jem zgjunë më ngjes, asë nuk e kom vazhdu ditën, asë nuk e kom përmbyll ditën, duke pas qatë menim, sepse ajo është një ignorancë që ja bën totalisht vetës. Po, gjatë gjithë tyre mujve kom punu fuqishëm, mendoj që kom punu fuqishëm, pavarësisht që në politik kur njëtën tem s'kisha pas menim që kam më fut në jetë. Kur na i show emision, po, na i emision shumë atë madhë. Në më fushën e gazetarisë, ki mendu këndru gjithmonë. Po. Asë njëherë nuk e kom mendu që unë në politika me hyna herë. E pse ndodhi kjo? E pse ndodhi kjo? Pse u joshe? Fillimisht e menova që gjatë gjithë përvojave të mia sa i kom pas media, të unis që shumë fillim në radio-televizionin Dugagjini në Pej, pastaj në televizionin Tribuna e të vazhdu me radio-televizionin Fontana,
gjithmonë e kom pas një shprehi kështu të punës me dhonë maksimumin që aty ku jam. Në qato rrethana, në qato kushte, në qato financa dhe gjithë shka tjetër. Me dhonë maksimumin. Kështu kom vazhdu tradicionalisht gjatë gjithë jetës tem. Edhe në punë tjera që jam kyç punë sezonale që kanë qenë. Pastaj, jam nis edhe prej dëgjuzve. Edhe dëgjust më kanë inkuraju shumë gjatë emisionit ose kur do që kom pas muhabet në herë, s'po hen me kandidu, po për deputete. Jo, kjo punë shkon hapas hapi. Nuk mundesh hope 5 hapa mi kalu ma tepër. Po do të me shku hapas hapi edhe kërkesa e unë i thëm nishit. Familjes numër D. Ja, Jo, e nishit. E kopa. E kope. Kërkesa e kretarit, po. Kërkesa dhe dëshira e ti edhe ekipës ti që unë që bashkuam atyne, edhe që të dho kontribut për qytetarin e komunës Istogut. Kështu në këtë profesion që shë kam, në këtë majtistën shpirtnore që e kam, që nuk mëj me dalë pisojna, që shtu me vazhdu edhe ma tutje. Nashta 60% kom e kon e djath, ama një 40% s'moj pa qene majtë. Du më të ngacmu pak. Po. Në CV-n tome, edhe të përvoj avtua, e të i kalove edhe një pjesë punët. I kim padjova, i kim ngacmimet. Që ke botë të luardin në Stogun Qanellat aty edhe ki një CV. E vërtet. Ke punu shumë gjata? 2 javë. Veç 2 javë. Po veç 2 javë kanë qenë. Edhe pikërisht dita 14 shkurti, 14 shkurti... Unë e komendu që bile një 6 muaj. Ja. 14 shkurti dita e të dashuruarve, ka qenë dita ku unë jam shkëput prej... Nuk na interesojnë ato detale, po. Ja, tash. Dale veç pak, tash të përfundaj. Kur unë jam shkëput, po, ajo ka qenë përvoj shumë e mirë. Sa jo më ka mësu shumë bacizeq. Më ka mësu që nuk janë krejt zëqir me metaj. Ose nuk janë krejt filon fisteko. Ka njerës të cilët nuk din as çka dojnë prej vetës tyne. Nuk e din as vetë çka dojnë prej vetës tyne. Kështu që ajo më ka mësu shumë, përvoj shumë e mirë, s'ta kisha dit ty vlerën, e as ti me gjumi, mos të kisha bo 2 javë punë aty. Që ish i bindur edhe ta garantoj për këto. Mirë. Unë çka mendon, po të kishe vazhdu mu marë me gazetari, unë e dyqysh e kom një bindje që jo që je edhe praktikisht e përgadit nëse ti gazetarin e kryme. Po. Unë e për veti kur nuk thom që jem gazetar. Po. Se nuk jam. Unë jem moderator. E moderoj një emision. Po. Një emision mund me moderu dhe i konduktera s'ka lidhje, ka qatë prirje. Po, aftësi. Po gazetar nuk i thom veti, se nuk kom dëshmi, ama ku ki se kom. Po. As të leje i vetën më thonë dikush, a je gazetar, as nuk më vje keq, veç unë e mendoj që tu pas parasysh edhe përgaditjen profesionale, që në fushën e medias edhe të gazetaris, ki mujt me më rri shumë, sepse unë ta admiroj që je vetëmja prej një 10 punëtore që i kom pas që nuk ju ki frigu terenit. Po. Sepse kom pas punëtore se kanë thonë rehem shtag e mësëm qëtë jashtë. Që unë këtu fshi, loj, kejnë tavan, hipi, mon mësëm qëtë jashtë. Ti nuk e ki pas ato, bile e ki dosh terenin. Po, ma shumë se këto. Pastaj nuk ju ki frigu mikrofonit asihere. Po. Sepse unë e tash që jem kur shkoj me mediat shumë të në teren, do gazetare të reja, të pa përvoje, praktikonte, disa më njohin, disa jo. Që ato që më njohin, thujnë, hajtë për bacizisht ti se je maj vjetër, ki përvoj ma shumë. Po. Ti nuk i këtu mikrofonit jo, asihere. asë njëherë. Asë kur kom punun që ato pak kur shkurt, po në që ato televizionet tjera asë njëherë që kom fregu mikrofonit.
Këto pak unë e mendoj që është pak personale, pak në karakter është kjo e vetbesimi jo në pyetje, Gjen. sepse po, definitivisht po, unë i kom 2 vllazni dhe 1 motër, po ashtu edhe prind. Ata të 5-tit, Këtë tjetër karakter. realisht miqit para kamere ata nuk e duajnë këtë profesion. Edhe veç në qafë që ka i merë, asë cili është profesionist në fushën e lamin e vetë, po nuk e duan. Profesioni, do me thonë i gazetarisë që jo kom përfundu bachelor dhe PR, kontakte me publikun, master, ajo që po thuti është veç një diplom, që mu mi ka qelë shumë rrugë, po realisht ky vetbesimi edhe gjenetika është në pyetje për me dasht terrenin ma shumë se studion, për mos me frigu mikrofonit, për kur të dhezet pika e kuqe e kamerës, ti me uni mas mirin botë. Tash, për me lidh me fushat edhe për me lidh me këto ditë që po i kalojmë së bashku, kur e mesha fjallën në për dët të bime, edhe kur ma jepshin fjallën, e lypsha kamerën ku është. Se unë di me folë veç para kamere, s'po thonë pas një gabim, po shprehna ma mirë. Kështu, Dallon. shumë është interesant. Të tjertë, me këndër që flasë, jo unë e kom të kundërten. Dikon edhe qaj mikrofon, me zërim që njet, zoni i dridhet edhe mikrofoni i dridhet. Kështu që menoj që është pak vetbesimi, pak edhe përvoja dhe krejt ato. Haki Osmona i po të përshëndet, të në Faleminderit që krasniqi, Hasime Homza i po thotë zë që me meta i thuja betare sutajt, ty më të falenderu ty mas pari që masterin e ka kryja betarja në radio televizionin kontona. Këtu i kom kry 10 mastera. Këtu kom kry Hasime shumë mastera, edhe masteri e doktoratura, specializimi maj mirë i krejt shkollave në botë jeta. Ja shtoksore si zakonisht pa lidhje, po thot pa e provu ferrin, nuk ja din vlerën parajsës. Po, dhe ja peshen sa mirë e lidhi. Edhe diska dashta më të pyt. Hajde. Apo lodhesh në teren? Jo. Është të lodhshme. Sa po punon dite? Prej mëngjesit, për orës 11, deri në ora 21 mbrëmje. Tash, nëse dojnë me ditë, çka po bojmë gjatë gjithë kësaj kohe. Bashkë me kryetarin, me ekipen, s'kem lënë biznes pa vizitu. Pa dallim politik, takim të qartë. Tregova rreth 316 takimeve që janë realizu. E pse mos më keni vizitu? O, diskriminim kë? Vish mos o ngut. Tash mos të bojmë për publike kështë. Okej. Janë edhe 2 ditë, takimet me biznese realisht kanë fillu prej qësoj jave, fillimisht kanë qenë takimet me familjar, pastaj tubimet elektorale, bizneset për ju preshin mirë. përfundimet e tubimeve të 9 degëve, dhe të degëve pak ma kryesore, kështu që tash kemi fillu, që është sot që është vizitu familja Hasanaj, në Cers, edhe fabrika e Drurit. Drurit, po. Pastaj kemi qenë edhe tek Abedini, po lidhem edhe njëherë me to me fabrikën e dritareve që Plastiks, po, Abedin Haxhia i kandidat. Abedin Haxhia i edhe i kandidat, edhe kështu tash me i preka pak bizneset, si dihet në 70 e vim. Së është në rëndësia jo, pun jo keni vizitu. Jo, veç dashka më thonë, pse këtu s'po lodhësh 20 orë pun, e këtu në studio me 5 orë, thëshe, jam lodhë, sa, di ka shkolla. Ja, se këtu e kom 1 muj. E që ato 1 muj që i baj, sa një vetë kënej. këtu dohen. Proporcionalisht, këtu pastaj dohen. Del që ati. Komponua dhe këto bre. Ja, Mos ti mani, diskutuat ajo punë. Mos ti mani. A betare? Që ta është për më shkujnë asmu. Për biznes të fjalla. Aha. Së më keni vizitu. Po, ndanu në grupe. Përshëndetje reteve Fontona me në krye Zëqir Mehmetajn dhe dëgjuesit tuaj, zonës moderatore i dëshëroj suksesin rrugtimin e saj të ri, nga Zvicra një natë të mirë për ju, atje në Istog në thot Shqyqeri Golaj. Mirë, a betare e kemi kaluar për një 6-7 minuta. Faleminderit shumë. Po, sot dush, nëse të kamet edhe diçka,
po thonë, urna. Mës ta kufizoj hapësirën. Po, kësha dash veç edhe dy gjana me i përmend, që është shumë të rëndësishme. Veç urna. Njëna është shumë e rëndësishme, tjetra është një ftesë, drejtuar gjithë qytetarëve, po gjatë kësaj kohë fushatës, diçka që kemi mujt me vrejt edhe çka i kem dhënë zër, secili qoftë prej kandidatëve, qoftë prej ekipës së kryetarit, që kanë shku vazhdimisht me ta, ka qenë me ju tregu qytetarëve për procesin e votimit. Që është shumë e rëndësishme. Mënyra. Po, mënyra në fakt e votimit. Sepse në çdo takim që kemi shku, aty jam informu që, për shembull në banjë kanë qenë dikun po e zom 100 fletë votime të pavlefshme. Të më thonë që s'kan ditë që është me votu. E kjo nuk duhet me ndodhë realisht. Okej, 10, 20, apet është pak ma e pranueshme, po, me qenë ma shumë se 50 fletë votime të pavlefshme, shkon vota dëm. S'ka lidhe për cilën parti ka qenë. Kështu që këtu i kem dhënë pak ma shumë zër për m'ju tregu qytetarëve dhe kudo që kemi marrë pjesë se si duhet me votu. E në fakt, këto zgjedhje janë 2 fletë votime. Diku ju ka do klishe dhe pak ju e rëndësishme, po shumë e rëndësishme. Fletë votimi i parë është për kryetar të komunës. Jemi të njekë shumë bukur. Ku janë 4 partit. Që kjo është për kryetar të komunës, ajo? Po, tash na e nojnë regjia edhe pastaj për krejt ata që po na shikojnë, do me thonë janë 4 parti politike me 4 përfaqësues e tyne që po ishini. Në më honi keni 4 numra, 4 orë. 4 orë, ku brenda 4 orë duhet me vendos një shenjzim, qoftë Nike ose një rreth ose një X ose diçka. Plusa një... Po, pastaj fletë votimi tjetër është për kandidat për asamble, ku para se me shku të numri, ku nuk ka emra të kandidatëve, se dikush po thot ku e ki emrin, jo është numri, fillimisht duhet prap me vendos një simbol aty të partia që doni me votu, të bartësi i listës edhe tek numri i kandidatit për asamblejë që ti me 3 herë votohet. Realisht 3. Në fletën e parë, vetëm një, në fletën e dytë, përsëritet partia, pastaj kandidati për asamblejë. Dhe më thonë që tu të kështë mundësia për më gabu. Të fletë e dytë. Po, definitivisht po, përderisa ka pas numër sakt, sa herë që kemi shku në përtakime dhe përderisa ka pas numër sakt të që ku kema fona pak kështu? Të fletë votimeve që fotografia s'ku na intereson? Në me thonë, fletë votimi për kryetar, po e shojmë edhe vetë, shëno vetëm një kandidat. Kjo duhet edhe për asamblejës, jo 2, as 3, as 5, as 10, po vetëm një kandidat duhet me u votu. Këto duhet me pas të qartë gjithë votuesit. Pastaj po dihet LDK, Nini 3 Ilir Ferrati, kjo mos të në diskutim, edhe të fletë votimi për asamblejë, prap Nini 3 Ilir Ferrati, Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe numri 15. Mesi është i artë, Aristoteli ka thonë. Që punë aty, veç, po besoj që punë. Aristoteli ka thonë Mesi është i artë, kështu që voton e Nini 3 Lidhjen Demokratike kryetarin Ilir Ferrati edhe numrin 15. Ti po kujton si jenë pauzë në misionin. E unë jëmë prej 7-ve që tu. O beson, pasha që ta uj, a beson që po më dhimesh. Se unë gjatë kuë sa bona gati e lëshoj televizorin, për me të një, më banes, e kur po të sho edhe në mëngjes, edhe në bromi po thëmë. Edhe ton ditën këtu, nese. Prap po të thëmë nëse ki dhe diçka më shtu, që të shkerin e ki bu ma mirë se gjithë kush dhe që tash. I kur kush se ka bu. Ma epshin ka njerë fjallin, së të ishin ti. Jem su me folë, me skjaru. Tani unë habit që aty ju të regojsha që numrin 15. Po, në valin 98.8. Edhe nesër në mbrëmje, po i bëj thirrje edhe juve.
po nuk e dija ki ko me ardhë në tubimin elektoral në përmbyllje të kësaj fushate në banje, ku në Sharaz në Verore aty, banja me fshatrat për rreth, Ljubova, Bajica, Kashica, Roberda. Kjo është vetëm për në ndjegën e bojës. Po. Shumë bukur. Mirë, po, kjo nuk është e kushzume për mësmarë, po, edhe të tjerë, që kanë qef Sudonica, Kaliqani, Në orë me po, mund joft me... Po. Sa ora? Në orën 19. Në Sharaz. Në Sharaz, po, tek pjesa të më thonë të Verorja. Të Verorja. Dhe të shtunën është në Vrell, pikërisht në njëjtën orë, në palestrën e sporteve, aty do të ta përmbyllim fushatën. Qa është bo aktive palestra? Do të përrohet Apo? me kismet Zotit, po. Ne, se kënë ku fushatë tash. Ja. Ja. Mirë. Abetare falemderit shumë. Faleminderit juve Bacizeq. Nuk më kanë ndodhë kur gjohë e pa pritshme të te sonte, as kur gjohë e befasishme. Po. Të une ishte gjdo gjohë e pritshme të ju. Po. Unë dëshiroj suksese. Faleminderit shumë. Edhe njëherë për juftoj Nini Treshin, mos harron asë njëherë, edhe numrin 15 abetare Sutajnë. Ne të falenderojmë shumë për kohën që ndave, Me knatësi. për shikusit tonë, për elektoratin tonë, për fondësat tu, për votusit tu, të cilët besoj që nuk kanë më të zhgëny. Ta shofim, Nuk ish dashtë. nuk ish dash, Nuk ish dash, jo thjesht. për mos me zgjat tash edhe ma tepër, por për vetëm në arsye që do t'jem zë i fuqishëm i tyre dhe zë i pa dëgjuar ma heret në kuvendin komunal të Istokut. Për Natën këto, e mirë, po. moni me më ka për fjallë se gjithë shka Po inqizohet, vëlla. edhe tani thuni që Edhe kemë në se bani. shkute me ta qitë në YouTube, me ta majtë të huna gjatë gjithë mandatit. Edhe do t'i qëndroj pas. A pe përmbyllti. Okej. Faleminderit shumë, krejt dëgjuesve dhe shikuesve të Studio Debatit. Ishim sonte bashk me Basin Zeq, me krejt ata të cilët patën kënaqësinë për me na dëgjuar, me na shiku. Faleminderit për mesazhet. Faleminderit shumë për shpërndarjet që i keni bë. Ju ftoj që edhe nesër në mbrëmje besoj pikërisht prej orës të njëjtë, në orën 20, me mysafirë të tjerë dhe me gjëra tjera të bukura. Faleminderit shumë gjithëve e mirupafshim.